Prandaj Allah azza wa jall vazhdon duke thonë: "E yahsabu al-insan e yahsabu an la yaqdir alayhi ahad." Apo mendon njeriu që ato nuk është duke mbikëqyr kërkush? Pra nuk mendon njeriu që nuk mundet me sundu njeriu edhe mundet me ik dikujna? Po njeriu kështu mendon që momentin kur ban disa pasuri, ban pozi, mendon që ai ka tash detyrë qelë në gjitha anët. I ka mundësit me bon çka dush edhe çfarë të doj. Por këtë mundësit i ka edhe mendon që tash ai do të me vepru në bazë të mundësive të tina. Por edhe mendon që s'kum i dhënë llogari kërkujna. Po ky është mentaliteti i njerëzve me ndjemëllaj. Njerëz të cilët mburren me vetveten e vet. Në këtë koment të këtij ajeti, Qatada, i cili është prej komentatorëve të Kuranit, thotë: Ibni Adam yadhunnu an la yus'al an hadha al-mal min ayna iktasaba wa ayna anfaqa. Thotë Qatada, domthon për komentimin e këtij ajeti, thotë: biri i Ademit, që është për qëllim njeriu, mendon se në ditën e Kiametit s'ku më pyet. Pra, mendon që s'ku më pyet për pasurinë e vet, se çysh e ka fitu edhe ku e ka shpenzu. Pro çto dy mënyra, prej ka ardhur pasuria edhe ku e ka shpenzu ata, njeriu mendje madh edhe i cili mburret pa drejt, mendon që nuk më dhon llogari për Allah azza wa jall, s'ku më pyet. Pra mendon që ku më pështu në ditën e Kiametit. Pra qoftë pasuria e pakët, qoftë e madhe, ku më kena më dhon llogari për Allah azza wa jall. Është ligji i Zotit që shkon edhe në hadith pejgamberit alayhis salam që për 4 gjëra njeriu ose këmba e njeriu nuk do të lëviz ditën e Kiametit. Pra s'ku më shku as në djath, as të majt, as përpara, as mbrapa, po ku më qëndru para Allahut azza wa jall, edhe ku më pyet për 4 gjëra. E njëra ndërto është edhe për pasurinë, çysh e ka fitu edhe çysh e ka shpenzu. Po nuk mundet me qenë vetëm njëra, vetëm çysh e ka fitu. Mirë po, është pyetja tjetër edhe çysh e ka shpenzu.